Agon Batusha, kryetari i lëvizjes Vetëvendosja Qendra në Gjakov, në një postim në rrjetin social Facebook, ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me mungesën e transparencës institucionale në komunën e Gjakovës, pas largimit të papritur të drejtorit të drejtorisë së urbanizmit Arben Bakallit dhe vendimit që të emërohet ushtrues detyre J.D. Ai ka ngritur pyetje të drejtpërdrejta mbi arsyetë e mungesës së tij në vendin e punës, përfshirë dyshimet për hetime dhe kallëzime penale ndaj tij. Sipas kryetarit të lëvizjes Vetëvendosje, mungesa informimit zyrtar për këtë ndryshim, mosprania ndonjë vendimi të publikuar dhe heshtja institucionale përforcojnë perceptimin për mungesë të llogaridhënies dhe përpjekjeve për të fshehur të vërtetën nga qytetarët. Tutje Batusha ka theksuar se një qeverisje demokratike nuk mund të funksionojë pa transparencë, ndërsa ka kërkuar përgjigje të qarta për arsyet e largimit të zotrit Bakallit. Lidhur me shkrimin e publikuar nga kryetari Batusha, televizioni Syri ka kërkuar informacion nga zyra e informimit në Gjakov për të kuptuar se si qëndron situata. Në përgjigjen e tyre thuhet, drejtori Bakalli ka kërkuar pushim për çështje familjare dhe nuk është shkarkuar.